Me mbylljen e procesit zgjedhor, numërimi i votave i lë vend numërimit të parave. Performanca e 25 qershorit, përveç humbësit dhe fituesit, përcaktojnë gjithashtu edhe shumën e parave që një forcë politike duhet t'i kthejë shtetit apo që duhet të marrë shtesë nga fondi ndar për fushatën elektorale. Pas rezultatit të mirë në zgjedhjet e 25 qershorit, Partia Demokratike do të duhet t'i kthejë mbrapa shtetit një pjesë të parave të përfituara paraparkisht për zhvillimin e fushatës elektorale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përllogaritur se shuma që do duhet kthejë mbrapa demokratët është 1.7 milion lekë të reja. Akoma më rënd është penalizimi për Partinë Republikane, e cila për shkak të numrit të ulët të votave që arrit fitonte më 25 qershor, pritet të kthejë mbrapa në buxhetin e shtetit 2 milion lekë të reja. Për shkak të rezultatit, edhe partitë të tjera më të vogla do të duhet të kthejë mbrapsht financimet e përfituara për fushat. Fryma e re demokratike e Bamirtopit duhet t'i kthejë shtetit 1.1 milion lekë, PD-s pas kanë milos mbi 467.000 lekë, ndërsa sfida e Gjergj Bojaxhiut 325.000 lekë. Ndërkohë të tjera forca politike, në bazë të rezultatit që shënuan në zgjedhjet, do të përfitojnë fonde shtesë për të atyre të ndara paraparkisht nga KQZ. E para është Partia Socialiste që do të marrë 2.8 milion lekë shtesë, më pas LSI me 1.3 milion lekë shtesë, ndërsa PDU 1.4 milion lekë. PSD-ja e Skënder Gjinushit përfiton 223.000 lekë më shumë, ndërsa Libre Memblushit shton fondin me 501.000 lekë të reja. Këto shuma janë përllogaritur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që ka caktuar se vlera e një vote të vlefshme të hedhur në 25 qershor është 42 lekë. Kjo është llogaritur duke bazuar mbi fondin për 65 milion lekësh të reja vënë në dispozicion të 18 partive garuese, si dhe numrin e votave të vlefshme që secila prej tyre ka marrë më datën 25 qershor.